Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Merrni pak aloe vera dhe përdoreni në këtë mënyrë, rezultati do ju lër pa fjalë. Aplikimi i aloe vera në djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bime e fuqishme. Në fakt, ajo po prek vetëm sipërfaqen. Lloji i bimës është përfolur dhe përdorur në mënyrë medicinale që nga fillimi i shekullit të parë pas Krishtit. Vendas për gadishullin arabik dhe Afrikën e Veriut është një nga bimët më të njohura në botë. Si të brendshme, ashtu edhe atë aktuale, aloe vera ka veti qetësuese dhe shëruese që e bëjnë atë një nga mjetet më të mira natyrore për të gjitha format e acarimit. Gjithashtu, lufton urthin. Shumë njerëz vuajnë nga sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe përdorin shpesh ilaçe për të maskuar simptomat. Gjithashtu, aloe vera bën një alternativë të shkëlqyer natyrore dhe ajo mundet të kurohet falë kësaj bime, e cila mund të gjendet në oborrin e shtëpisë tuaj. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës aloe janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme me të cilat mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe gjithashtu zvogëlimin e inflamacionit që shkakton urth. Ruani ushqimin. Ju bëni çmos për të blerë perime organike për fakti i çështjes është ata kanë më shumë të ngjarë të shkojnë keq më shpejt se sa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë të aloe verës në ushqimore në produktet tuaja të freskëta për të ndihmuar në mbrojtjen kundër baktereve e cilat çon në prishje. Pastron në dhëmbët. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe vera. Karakteristikat natyrore të bimës përfshirë vitaminën C, mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër baktereve që shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Shëron infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj tepër të shkëlqyer për prerjet e infektuara për shkak të aftësive të saj qetësuese. Ai gjithashtu punon edhe për të shëruar në mënyrë aktive plagën dhe për të zvogëluar plagët. Hidraton lëkurën. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues që janë të mbushur me kimikate të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur. Aloe vera është alternativa më e sigurt dhe më efektive kur bëhet fjalë për balancimin e niveleve natyrore të lagështirës së lëkurës. Si bimë e cila lulëzon në klimë të thatë, ajo e mban ujin dhe tërheqë lagështinë në vend se të veprojë si një mburoj, kundër thatësisë si të produkteve të prodhuara. Jo vetëm që mund të hidratojë lëkurën, por njëkohësisht ajo funksionon edhe për të eliminuar aknet tuaja. Lehtëson kapsllëkun. Një xheli bërë nga ekstrakti i aloe vera u gjet i dobishëm në një studim për të lehtësuar kapsllëkun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mundet të ndihmojë në zorrën e trashë dhe gjithashtu të mbajë ujin dhe të stimulojë lëvizjen në zorrën e poshtme. Madje është treguar edhe më efektive se sa ilaçet konvencionale laksative. Rregullon gjithashtu sheqerin në gjak. Një studim tregoi se vetëm 2 lugë gjelle lëng aloe vera në ditë mundet gjithashtu që të ulni ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak te diabetikët me një aromë të ëmbël natyrisht. Lëngu i aloe verës mundet që të plotësojë dëshirat e sheqerit pa hedhur nivelin e sheqerit në gjak. Lubrifikant personal. Ndoshta një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe vera, nuk është vetëm i sigurt, por pH i ekuilibruar i cili mundet që të largojë infeksionet ose bakteret. Gjithashtu, aloe vera
ka edhe përdorime të jashtëzakonshme të cilat shërbejnë për shëndetin tonë. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime mbretëlënëse, ushqyese dhe shëndetësore. Uji i aloe verës ofron vërtet përfitime të cilat munden që të jenë vitamina dhe minerale nga më të ndryshmet dhe gjithashtu sheqerna natyral dhe njëkohësisht aloe vera ofron edhe përfitime mbrojtëse. Uji me aloe vera në organizmin tuaj lehtëson simptomat e stomakut dhe gjithashtu ajo rivendos tretjen normale pavarësisht nga shkaku themelor i shqetësimit. Është antibiotik dhe antiinflamator. Uji me aloe vera gjithashtu parandalon mikrobet nga përqëndrimi në stomak dhe në zor, mbron organet gjithashtu nga veprimi antimikrobik dhe gjithashtu nga veprimi i toksinave dhe alergeneve. Pirja 200 ml të ujit aloe vera 2 deri në 3 herë në ditë për një javë është një nga mënyrat më efektive për të hequr qafe problemet tuaja të tretjes. Si të përgatisni në shtëpi? Ju mundet të shtoni 1 deri në 2 lugë çaj aloe vera në një gotë me 200 ml ujë. Mundet që të shtoni edhe disa pika lëng limoni dhe një lugë çaj me mjaltë për një shije të mrekullueshme. Ne ju këshillojmë se nëse dëshironi të bëni sasi të mëdha, prisni gjethet e aloe verës dhe hiqni skajet e tyre. Pastroni lëkurën nga të dy anët për të marrë gjelin transparent. Griheni masën e gjelit në mikser dhe ruajini në kavanoza qelçi për deri në një javë në frigorifer. Gjithashtu, aloe vera trajton edhe problemet me tretjen. Konsumi i rregullt i gjelit të aloe verës zgjidh një sër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqjen e tyre. Gjeli është shumë i mirë kundër fryrjeve, gazrave të tepër dhe gjithashtu tretjes problematike, konstipacionit dhe aciditetit të lartë në stomak. Rezultatet janë të shpejta dhe afatgjatë. Detoksifikimi. Konsumi i rregullt i xhelit largon toksinat nga organizmi. Këtë xhel ju mundet që ta përfshini gjithashtu në përkura natyrale, pasi mundet ta fusni në fruta dhe perime dhe ta pini atë përpara se të hani mëngjes, por edhe për të përforcuar tretjen dhe metabolizmin tuaj. Kundër anemisë, xheli i aloe verës është përdorur në kurat kundër anemisë, verdhësës, problemeve me fshikëzën dhe gjithashtu me tretjen. Hormonet në ekuilibër. Xheli i aloe verës i rikthen ekuilibrat hormonal dhe gjithashtu arrin që të zgjidh problemet shëndetësore që prekin pankreasin dhe shpretkën, për lëkurën dhe gjithashtu për flokët. Xheli i aloe verës shëron prerje, çarje, djegje dhe mban lëkurën dhe flokët të hidratuar dhe të butë. Sistemi imunitar. Nëse konsumoni këtë çaj në mënyrë të rregullt, sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë dhe më i mbrojtur, sidomos në stinën e virozave. Si ta ngrini xhelin? Mënyra më e mirë për të përfituar ushqyesit dhe vlerat e xhelit të aloe verës është që ta ngrini atë. Duhet të ngrini dhe grini xhelin e brendshëm të aloe verës, pra pa cipën e jashtme të gjethes. Në këtë mënyrë, ju do të ruani freskinë dhe gjithashtu ju do të merrni të gjithë ushqyesit e saj. Merrni disa gjethe aloe vera, hapini dhe nxirrni xhelin prej tyre. Xhelin ju mundet që ta hidhni në kubikët e akullit dhe ta ngrini. Në qoftë se ju digjni lëkurën, mundet që të merrni pak nga ky kubik dhe ta mbani atë në zonën e lënduar ose mbi lëkurë dhe akne. Nëse keni rrath të errët poshtë syve, këto kubik me xhelin e ngrirë janë miku juaj më i mirë. Fërkoni zonën me xhelin e ngrirë dhe rrathet e zinj do të zhduken. Gjithashtu, nëse ju keni probleme me tretjen, konsumoni një kup me xhel dhe lëreni atë që të shkrihet. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.
Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.